Mirëdita dhe përshëndetje. Të nderuar zonja dhe zotëri deputet, zotëri kryetarë të grupeve parlamentare të opozicës, mbledhemi sot pasi narkoshteti shqiptar vrau gjykatësin në zyrën e tij. Kur them narkoshteti, natyrisht e kam të qartë që Doresi nuk ishte punojësi i shtetit, por Doresi s'mund ta kryente kurrë aktin në qoftë se shteti do ishte shtet dhe jo narkoshtet. Kur? Salla e gjyqit është e presupozuar të jetë vendi më i sigurt i shtetit. Për vetë kompleksitetin e proceseve dhe në sallën e gjyqit u shkreh një batare kundër një gjykatësi sikur t'ishte në mes të rrugës, sikur t'ishte në një shesh, në një kafene, po jo në një institucion shtetëror. Unë duhet t'informoj shqiptarët se me një vendim të datës 8/7/2020, Edi Rama ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Pra, pas ndryshime më parë mund të ketë qenë garda ose mund të, por u ngarkuar në 2010 me një vendim qeverie. Vendimi është i datës 28/4/2010, siguria e gjykatave dhe prokurorive nga policia e shtetit. Edi Rama e kalon këtë siguri nga policia e shtetit tek policia e xhepit. Në vendim në datën 8/7/2020, vendimi numër 538, ku ja u heq sigurinë, ndaj dhe Koçiu lanë të durët. Policia s'ka përgjegjësi, thoshte. Pra, ky akt dhe ja u dha patronazhistëve, policisë patronazhiste dhe policisë xhepit.